Pas eksperiencës në Big Brother VIP Albania 5 dhe angazhimit të saj më të fundit në Top Arena, Brikena Selmani duket se është gati të provojë veten edhe në një tjetër fushë, muzikën. Ish banorja Big Brother VIP ishte pjesë e programit sportiv me një rubrikë të saj ku çdo mbrëmje priste të ftuar të ndryshëm. Me përfundimin e Top Arena, Brikena ka folur për eksperiencën e saj gjatë një interviste. Ajo u shpreh e kënaqur me këtë rrugtim, duke e cilësuar si një eksperiencë nga e cila ka mësuar shumë. Unë jam shumë e lumtur për këtë rrugtim se ka mësuar shumë. Ka qenë eksperienca ime e parë dhe ja kam dalë shumë mirë, tha Brikena, duke falënderuar publikun dhe ekipin me të cilin bashkëpunoi. Por duket se planet e saj nuk përfundojnë me televizionin. Brikena konfirmoi se po përgatitet të hyjë në muzikë dhe se kënga e saj e parë do të publikohet gjatë kësaj vere. Edhe pse nuk dha një datë konkrete, ajo sqaroi se projekti nuk do të vijë më njëherë, por më vonë gjatë sezonit veror. Pas reality show-t dhe eksperiencës si moderatore, mbetet për t'u parë se çfarë ka përgatitur Brikena Selmani për debutimin e saj në muzikë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.